8 maj shënon ditën botërore të Kryqit të Kuq dhe gjysmëhënës së Kuqe, një ditë kushtuar humanizmit, solidaritetit dhe ndihmës ndaj njerëzve në nevojë. Në të gjithë botën kjo datë vlerëson kontributin e mirë a vullnetarëve dhe punonjësve që janë pranë komunitetit në situata emergjente, sociale apo humanitare. Edhe në Shkodër, Kryqi Kuq vijon aktivitetin në mbështetje të familjeve në nevojë, të moshuarve, fëmijëve, ndërsa puna vullnetare mbetet një nga shtyllat kryesore të këtij misioni humanitar. Projektet janë të ndryshme, kryesisht jemi të fokusuar tek ndihma parë, tek dhurimi i gjakut, gjithashtu edhe tek mbështetja moshës së tretë. Ne bëjmë edhe mbështetje me pak ushqimore dhe jo ushqimore për familjen në nevojë. Një rol të rëndësishëm në këtë mision humanitar luan edhe rrjeti i vullnetarëve të cilët janë aktiv në terren në shumë aktivitete dhe nisma sociale. Kemi çdo vit breze të reja që trajnohen për ndihmën e parë dhe tek dhurimi i gjakut, siç e përmendëm më parë, për plotësuar nevojë, sidomos për fëmijët me talasemit, të cilët kanë nevoja të vazhdueshme çdo 3-4 javë. Në prezencë atyre ne na ndihmon që të jemi më prezent në komunitet dhe të njohim nevojat ashtu siç janë në mënyrë më reale dhe direkte. Në ditën botërore të Kryqit të Kuq dhe gjysmëhënës së Kuqe, mesazhi kryesor mbetet forcimi i solidaritetit dhe mbështetjes për njerëzit në nevojë, përmes punës së vullnetarëve dhe angazhimit humanitar. Organizata vijon të jetë pranë komunitetit, duke dhënë ndihmë dhe shpresë në momente të vështira.